Të nderuar miq të rëtëisë, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në emisionin në hinë e mëshirës edhe sot, si zakonisht që jemi së bashku çdo ditë nga hëna në të premte këtu në RTI nga ora 16. Për sot do të flasim ndryshimi i muslimanit me hoxhën e nderuar Veton Bunjaku nga qyteti i Voshtrisë. Selamu alaikum i sirve. Aleikum selam, mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj që më gjetur kohë jeni pjesë e këtij misioni. Para se me fillu me temën, pak fjalë për atmosferën e Ramazanit në Voshtri, a veçon diçka nga qytetet tjera, apo mbeti një atmosferë pothuajse e njëjtë në përgjithësi? Atëherë, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Në këto ambientet Ramazanit, normalisht se çdo qytet e ka traditën e vet, normal se Kosova është një shtet i cili parafërsisht i kemi tradita të njëjta dhe zakone të njëjta, mirë, po secili qytet i ka ato cilësitë të cilat ndoshta e dallojnë ose veçojnë prej qytetit tjetër. Në Voshtri, elhamdulillah, mbizotron një ambient fetar, edhe numri i agjeruesve çdo vit se rritet dhe konsiderojmë se shumica e qytetarëve të Voshtrisë agjerojnë për shkak se e shohim kohën e iftarit, në për shumë video që shpërndahen, është një ambient që të gjithë pretendohet ose shifet se janë në shtëpitë e tyre dhe hajnë iftarin, dhe vetë se dihet se pritet momenti i ezanit për me u bashku me familjarët ose me miqt për me ngrënë iftar. Pra, është një ambient islam, është një ambient i Ramazanit, cilën besoj që shumë qytete kanë, mirë po në Voshtri vërehet me të madhe. Pak më ndryshe se sa në qytetet tjera. Atëherë, po dalim tek tema për ndryshimin e muslimanit. Pse kërkohet ndryshimi i muslimanit dhe a kërkohet me qenë ndryshimi i vazhdueshëm në islam apo si? Atëherë, tema e ndryshimit muslimanit është një temë shumë e rëndësishme për shkak se nuk e lejohet njeriu në islam të qëndrojë i vetkënaqur ose të jetë komfort në gjendjen e tij ose të jetë siç quhet me këtë gjuhën e kohës sot që të jetë në zonën komfort ose në comfort zone. Për shkak se njeriu ose përmirëson vetveten e tij ose përkeqëson gjendjen e tij, gjithmonë flasim për gjendjen e tij fetare. Allahu i Madhreshëm ka treguar shumë qartë se ai nuk e ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të ndryshojnë vetveten e tyre. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tat Allahu në surën Ar-Ra'd. Pra Zoti kërkon ndryshim dhe nuk kërkon që besimtarët të qëndrojnë në gjendje të caktuar dhe të mos lëviz prej saj. Pra është një gjendje që Zoti i Madhreshëm gjithmonë kritikon besimtarët dhe i thret që ta ndryshojnë vetveten e tyre dhe të kërkojnë përmirësimin e tyre të vazhdueshëm, dhe kjo vjen si rezultat i vetllogaritjes, ta llogariten vetveten e tyre, dhe kjo vetllogaritje gjithmonë zakonisht njerëzit përderisa llogariten vetveten e tyre shohin se janë në një gjendje që duhet përmirësuar vetveten e tyre. Gjithmonë çdo njeri i cili llogarit vetveten e tij me një llogaritje të sinqert e sheh se ka nevojë për ta përmirësuar vetveten e tij. Dhe nëse më lejon me u zëru dhe më shumë të këto ajete, Zoti i Madhreshëm në surën Al-Hashr thot: Ja ejuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikoj secili prej jush se çfarë ka përgatitur për nesër. Pra, kjo është një vetë kritik dhe t'i rikthehet njeriu vetvetes së tij me një llogaritje të punëve të tij. Pra Zoti po urdhëron që ta shikosh vetveten tënde, ta llogaritësh vetveten tënde, e vetë llogaritja kjo nën kupton se nuk e lën njeriu që të qëndrojë në zonën komfort, mirë po vazhdimisht kërkon prej tij që ta përmirësoj vetveten e tij. Prap Zoti i Madhreshëm thotë: "Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." Prap thot Allahu, keni frikë Allahun dhe dini se Allahu është informuar mirë për atë që veproni. Është i vetmi ajet që është përsëritur 2 herë, keni frikë Allahun. Hera parë ishte për shkak se Zoti i Madhreshëm ju drejtohet njerëzve të cilët zakonisht nuk janë ata të cilët insistojnë në vetë kritikën e tyre ose në vetë llogaritjen e tyre, mirë po me një farë forme sikur refuzojnë ta kritikojnë vetveten e tyre. Zoti thotë: keni frikë Allahun. Do të fillon llogaritën e vetveten tuaj. Dhe pastaj thotë Allahu në herën e dytë, prap keni frikë Allahun, pra kur ta llogaritni vetveten e tuaj,
keni frikë Allahun, mos e llogaritni ashtu siç ju keni qef, mirë po të jeni të drejtë në vetë llogaritje, për shkak se Zoti është informuar mirë për çdo gjë që ju veproni. Pra është një kërkesë hyjnore që ne ta llogaritim me veten tonë, të mos qëndrojmë asnjëherë në zonën komfort, për shkak se kjo është në dëmin tonë. Pra, në një farë formë muslimani nuk duhet më honi kënaqur me veten asnjëherë, duhet të punojë dhe të ndryshojë për të mirë, kuptohet. Gjithmonë kjo është kërkesë për secilin besimtar, çfarë do niveli qoftë ai. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar për hadithe të ndryshme që besimtari nuk është i kënaqur me vetveten e tij asnjëherë, e që ka kritikuar po ashtu ata të cilët janë në atë që konsiderojmë vetveten e tyre në atë nivel që nuk ka nevojë për permisim. Transmetohet nga Hasan el Basriu, thotë besimtari gjithmonë e sheh vetveten e tij në gjendje jo të mirë, pra në hapësirë për të përmirësuar. Dhe kjo tregon se secili besimtar duhet marrë mësim tek këto gjeneratat e para. Gjeneratat e para ishin prej njerëzve të cilët punët e tyre nuk krahasohen me punët tona. Ndërsa ka disa prej tyre të cilët thonin ne i kemi takuar mbi 30 sahabi që të gjithë ishin të pakënaqur me vetveten e tyre dhe që të gjithë ishin jo të sigurt me sinqeritetin e tyre dhe kishin frikë për syfaqësinë. Ndërsa kush jemi ne që të konsiderohemi se jemi në gjendje komfort ose jemi në gjendje të sigurt ose të vetkënaqur e që pretendojmë se Zoti është kënaqur me neve. Përkundrazi, përderisa ata e kanë kritikuar vetveten e tyre, prap po kthehem tek vetvetja jon, secili tek vetvetja e tij duhet ta përmirësoj vetveten e tij dhe ta kritikoj deri në atë mos sa që të jetë në përmirësim të vazhdueshëm. A ka raste ku njeriu duhet të ndjejë stabil ose komfort me gjendjen që e ka? Unë mendoj se sa më fetar të jetë njeriu, sa më shumë të ketë fetari në gjendjen e tij fetare, aq më modest do të jetë dhe aq më vetkritik do të jetë për gjendjen e tij. Ndërsa edhe e kundërta, aq më jo fetar dhe aq më jo i sinqert në krah me Zotin, karshi me Zotin e Madhreshëm, aq do të jetë më i dobët në besimin e tij dhe aq do të jetë më jo fetar, dhe kjo tregon përderisa ai është me jo fetari të kënaqshme, ai prapse do të jetë në atë gjendje që do të jetë i kënaqur me vetveten e tij. Pra vetkënaqësia me gjendjen, mendjemallësia dhe gjitha këto cilësi të cilat e largojnë njeriu nga kritika vetvetes së tij, këto tregojnë për një cilësi që besimtari nuk e ka arrit një fetari të kënaqshme. Pra baza është sa më fetar të jetë njeriu, aq më vetkritik do të jetë. Ndërsa sa më jo fetar të jetë, do të jetë gjithmonë i kënaqur me atë që është dhe gjendja e tij nuk do të shkojë në përmirësim, përkundrazi do të shkojë vetëm në përkeqësimin e kësaj gjendje. Si ta kuptojmë ajetin ose si të kuptohet ajeti kuranor, adhuroje Zotin tënd derisa të vijë bindja. Çka pas bindjes? Po, është një ajet kuranor, Allahu i Madhreshëm në surën El-Hijr thotë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë bindja. El-yaqin është një bindje që nuk krahasohet, ose kundërta e saj është adhan, dyshimi. Mirë po, këtu vihet në pa rëndësia e tefsirologëve, atyre të cilët na kanë pri, atyre njerëzve të cilët e kanë kuptuar Kur'anin më mirë se sa ne, të cilët e kanë komentuar këtë ajet me fjalën el-yaqin, nën kuptohet vdekja. El-yaqin, ajo e cila do të vijë pa ndonjë dyshim. E që këtë ajet e kanë marrur dhe e kanë devijuar shumë grupe të devijuara dhe kanë menduar se adhurohet Zoti vetëm derisa të arrihet një bindje e caktuar, pastaj nuk ka nevojë që të adhurohet më shumë dhe kështu i kanë lënë ibadetet dhe nuk e kryejnë me namazin. Andaj nëse hasni në ndonjë njeri i cili nuk falet ose nuk kryen ndonjë rit fetar dhe pretendon se e ka mbritur cilësinë el-yaqin, atëherë ta dini se ky njeri nuk e ka kuptuar mirë ajetin kuranor. Dhe ky ajet kuranor nuk thret për këtë gjë, mirë po ky ajet kuranor thret që të adhurohet Zoti deri në vdekje. Pra wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adhuroje Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Pra
nuk ka ndonjë gjendje në jetën e njeriut që njeriu nëse e arrin bindjen e tij e ndal adhurimin. Adhurimi ndalet në momentin kur njeriu vdes. Dhe në këtë formë njeriu nuk mundet me ngrit vetveten e tij pas vdekjes. Prandaj njeriu e ndal ose pritet edhe prej tij domon me ndal kritikën për shkak se nuk mundet me kritikuar vetveten e tij pasi të vdes. Por përderisa njeriu është gjallë, gjithmonë duhet ta kritikojë vetveten e tij dhe të jetë i atill që e përmirëson vetveten e tij deri në vdekje, jo asnjëherë të kuptohet ky ajet që dikush të mendoj se e ka arrit el yaqin, është bindur dhe më nuk ka nevojë për adhurime. Zoti i Madhërisht dëshiron prej neve që ta adhurojmë atë, të kryejmë rritet e fetare deri në momentin e fundit të jetës së kësaj bote. A cili është rreziku nëse njeriu mendon se nuk ka nevojë me ndryshu? Rreziku i njeriu i cili mendon se nuk ka nevojë me ndryshu është që të arrijë tek një cilësi që Zoti i Madhërisht e urren më së shumti. Ajo është mendjemallësia. E që me të vërtetë Zoti i Madhërisht nëse ka ndonjë cilësi që e urren më së shumti tek besimtari, është cilësia e mendjemallësisë. Jo vetëm tek besimtari, por tek secili njeri, Zoti i Madhërisht e urren mendjemallësinë. Dhe tek e fundit, cila cilësi e shtyen besimtarët që të jenë mos kritik ndaj vetvetes së tyre, është cilësia kryesore është mendjemallësia. Mendojnë vetveten e tyre se kanë arritur një grad të caktuar dhe më nuk kanë nevojë për kritik, e që në këtë formë pra njeriu mendon se ka ngritur ose është bërë superior dhe nuk ka më nevojë për vetëpërmirësim. E që ne e dimë se kjo cilësi me të vërtetë është e rrezikshme, siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se cili njeri i cili ka në vetveten e tij një mendjemallësi sa dhe grimca e atomit nuk do ta shijojë as erën e xhenetit. E që njerëzit i dallon modestia dhe mendjemallësia. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secili bir i Ademit, secili njeri pra është gabimtar. I mirë qoftë apo i keq, secili njeri është gabimtar, mirë po më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Pra i cili është i përurur para Zotit dhe nuk është mendjemall. E që Zoti i Madhërisht i ka ndarë njeriu prej iblisit vetëm për shkakun e mendjemallësisë dhe modestisë. Nëse i kthehemi origjinës së krijimit, Zoti i Madhërisht në surën Al-Baqara thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Thotë përkujto kur Zoti i Madhërisht vendosi që të krijojë në tokë, që të bëjë një mëkëmbës në tokë, dhe ju tha me lajkeve, unë po bën një njeri mëkëmbës në tokë, po bën një khalife. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Than me lajket në formë pyetje ose domon kërkesë për shërim, apo e bën një krijesë e cila do të bëj shkatrim në tokë, do të bëj gjakderdhje në tokë, po e bën khalife, po e bën udhëheqës në tokë. Qale inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah i tha, unë e di një gjë që ju nuk e dini. Pastaj Zoti, sikurse domon këtë kohë, këtë periudhë fillestare, po e fsheh këtë sekretin pse Zoti e dalloi ose pse Zoti e vendosi që të bëjë mëkëmbës në tokë përballë gjitha këtyre të këqijave që i ka, cila ishte ajo e mirë që Zoti i Madhërisht e ngriti njeriu dhe nuk e ngriti iblisin. Për mos me zgjatën, për mos me përmend çdo ajet, Zoti i Madhërisht e ka ngrit këtë njeri për shkak të diturisë që e ka dhe për shkak të modestisë që e ka. Dhe në këtë kontekst Zoti i Madhërisht tha: "Wa'allama Adama al-asma'a kullaha." Zoti i Madhërisht i mësoi Ademit alayhis salam emërtimet e çdo sendi dhe në këtë formë ju tregoi me lajkeve, a ju kam thënë se unë di çka ju nuk dini, mon ishte dituria dhe modestia që Ademi alayhis salam e mësoi prej Zotit të tij, dhe që kjo modesti dhe kjo dituri Zoti i Madhërisht më bëri që ta ngrit dhe ta bëj mëkëmbës në tokë. Dhe po ashtu ajo që dalloi Ademin alayhis salam prej iblisit, që të dy gabuan. Ademi alayhis salam gaboi edhe iblisi. Iblisi gaboi që nuk ran sejdë, por edhe Ademi alayhis salam gaboi kur Zoti i Madhërisht e urdhëroi që të mos i afrohet një pemë,
a ju afrua. Mirë po, pse Zoti ja fali Ademit a.s. dhe nuk ja fali Iblisit. Dhe kjo pra është tematika jonë. Ademi a.s. dalloi shumë prej Iblisit. Kur Allah i Madhërisht e pyeti Iblisin pse nuk i ran sejdë siç unë të urdhërova, tha ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unë jam më i mirë se ai. Pra ti mund ke kriju prej zjarrit ndërsa ato ke kriju prej dheut. Pra e shfaqje me ndjemasin. Unë jam më i mirë se ai. Pra sikur po debaton me Zotin. E që Zoti këtë gjë e urren. Allah i Madhërisht i tha del prej aty. Qali khruj minha fa innaka rajim. Del prej aty për shkak se ti je i mallkuar. Po në momentin që ai e shfaqi me ndjemasin, edhe pse Zoti e pyeti pas gabimit, nuk e mallkoi pas gabimit, mirëpo e pyeti pse gabove, e shfaqi me ndjemasin e tij, e që Zoti tha do të jesh i mallkuar për shkak se shkaku i gabimit tënd ishte me ndjemasia. Ndërsa Ademin alayhis salam, kur Zoti i Madhërisht e pyeti pse ju afrova një pemë që unë ta ndalova, tha së bashku me gruan e tij, qala rabbana zalamna anfusana. O Zoti jon, unë i kam bë zullum vetvetes time. Ne i kemi bërë zullum vetvetes ton. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nëse ti nuk na fal neve, edhe nuk na mëshiron, do të jemi prej të humburve. Pra është një dallim shumë i madh. Që të dy gabuan, mirë po, Ademi a.s. e shfaqi perullin e tij, modestin e tij dhe e shfaqi atë perullsin e tij, e që për këtë Zoti i Madhërisht e mëshiroi dhe e fali dhe nuk e fali Iblisin alayhi la'natullah, Allah i mallkoft, e fali Zoti i Madhërisht njeriu për shkak se ishte modest dhe Iblisi ishte mendje madh. Andaj çka kërkohet për njeriu është që të mos jetë mendje madh. Dhe nëse njeriu nuk është vetkritik dhe mendon se ka arritur në një gradë të kënaqur sipas tij, atëherë kjo është ajo e cila quhet mendjemasi dhe kjo është ajo e cila Zoti i Madhërisht nuk e don prej njeriu për shkak se është cilësi e djallit të mallkuar. Hoxh, a ka shenja ose cilat janë shenjat që njeriu e konsideron veten komfort me gjendjen e tij që e ka? Atëherë janë disa prej sinjaleve të cilat tregojnë se njeriu e konsideron vetveten e tij ose ka rënë në këtë kurth të shejtanit të mallkuar. Njeriu zakonisht, secili besimtar kur kritikohet ose kur këshillohet, zakonisht e ndëgjon këshillën. Mirë po, ky njeri i cili e mendon vetveten e tij se ka arritur në gradë që më nuk ka nevojë për përmirësimin e tij, ky njeri më nuk ndëgjon këshill, nuk e pranon kritikën ose nuk e përmirëson vetveten e tij pas kritikës. Pra kjo është shenja e parë që njeriu kur kritikohet, nëse ai tregohet me ndjemad ndaj kësaj kritike dhe nuk e pranon kritikën, atëherë kjo është shenja e parë që ai vetë se po e konsideron vetveten e tij se ka arritur në një gradë që ai beson se është e kënaqur për të. Pra kur ai tregon se ose e shfaq në vetveten e tij se nuk ka interesim për atë që këshillohet ose nuk ka interesim për atë i cili e kritikon, atëherë kjo është shenjë e keqe për të dhe duhet që të filloj menjëherë ta përmirësoj këtë cilësi që e ka. Pastaj përtacia dhe ishte një cilësi që pejgamberi sallallahu gjithmonë e lutte Allahun e Madhërisht që ta largoj nga kjo cilësi dhe çdo mëngjes thoshte Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal wal-'ajz, min al-'ajzi wal-kasal. O Zoti i Madhërisht, unë ty të kërkoj të më ruash nga paaftësia dhe nga përtacia. Njeriu kur e konsideron vetveten e tij se ka arritur në një gradë që është i kënaqur me të, atëherë cilësia e tij që shfaqet, cilësia e tij, domthonë për cilësive të para që shfaqen tek ai është se fillon të bëhet përtac. Kur është një punë e mirë, kur nxit dikush për punë të mira, sikurse ngurran që të bashkëpunoj me besimtarët për punë të mirë, çfarë do të qoftë ajo punë. E që këto janë disa prej cilësive kryesore, të cilat shfaqen mund tek njeriu që e ndjen një vetkënaqësi ose e ndjen veten komfort e që duhet që të largohet prej këtyre cilësive. Pra nëse vetveten tënde e ndjen kur dikush të flet, për shembull kemi disa prej besimtarëve të cilët kanë 10 vite namaz, 15 vite përvojë namaz ose praktika fetare. Këtyre njerëzve kur ju drejtohesh dhe i këshillon ose i kritikon për një gjendje që kanë arritur,
Thot, unë kam kohë gjatë që falem, ose unë kam arritur një gradë që unë kam fillu me falë namaz që 20 vite, pra kush je ti tash me mësu mu? E kjo është një shenjë që njeriu e shfaq vetveten e tij se po mendon se ka arritur një gjendje që është e kënaqshme për të. Kjo është comfort zone. E që njeriu këtu vrehet se e ka arritur ta marrë që thot popullit e porzen, për shkak se nuk ka gjendje në komfort për asnjë njeri. Paramendo pejgamberi i jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a kishte ndonjë njeri më praktikues, më punëtor se sa ai në Islam? Nuk kishte njeri i cili ishte më punëtor se sa ai. Mirë po prap ai e bën të një dua vazhdimisht. Ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O rrotullues i zemrave, ma forco zemrën time në fen tënde. E që ka shumë njerëz tash fatkeqësisht që mendojnë se nuk kanë nevojë me për këtë dua. E ndërsa pejgamberi selam, ai i cili kishte gradën më të lartë të fetarisë, e bënte vazhdimisht këtë dua: o Zot, mashto fetarin time, mashto bindjen time në fen tënde. E që kur njeriu e ndëgjon këtë hadith dhe nuk e ndjen vetveten e tij se ka nevojë për fetarim më të fuqishme, atëherë ta di se ka arritur në një gjendje të rrezikshme e që të filloj ta përmirësoj vetveten e tij për shkak se secili prej neve jemi më dobët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ndihmon ndryshimin tek njeriu? Spori, ajo që ndihmon është që të pranoj se un kam nevojë për ndryshim. Nëse ai nuk pranon se ka nevojë për ndryshim, atëherë është problem që të perremi me të. Mirë po, nëse e llogarit vetveten e tij dhe i vendos punët e tij në tavolinë, e sheh se me të vërtet ka nevojë që të përmirësoj vetveten e tij dhe është e pakët ajo që ka bërë dhe është e shumt ajo që ka lënë. Të mos shikoj njeriu se çka ka bërë, mirë po të shikoj se çka ka lënë. Këto është një trajtim pak më i thellë që po du me bë se me ndryshu njeriu në këtë aspekt, që të bëhet më kritik ndaj vetvetes së tij. Unë mendoj se një prej gjërave kryesore që ndikon në përmirësimin e njeriu në këtë aspekt është që të ndikojë në rrethin e tij, në shoqërinë e tij dhe të afrojë njerëzit të cilët ndikojnë për të mirë tek ai. E që rrethi i mirë, shoqëria e mirë ndikon shumë për njeriu që të largohet nga gjendja komfort. Nëse njeriu shoqërohet me njerëz të cilët për shembull janë më të dobët në fetarinë e tyre se sa ai, atëherë ai nuk do ta përmirësojë vetveten e tij. Mirë po do ta ndjej vetveten e tij komfort. Për shembull, nëse unë shoqërohem me njerëz të cilët janë më të dobët në fetarinë e tyre, unë e ndjej veten superior ndaj tyre dhe unë mendoj se unë jam më fetari në shoqërinë time që e kam. Andaj filloj me e formu atë comfort zonën që unë e konsideroj vetveten e time si të pandryshueshëm ose të panevojshëm për me ndryshu. E që kjo më të vërtet ndikon për të keq tek njeriu kur ai shoqërohet me njerëz më të dobët në fetarinë e tyre. Ajo që ka kërkohet prej tij është që të shoqërohet me njerëz të cilët janë më fetar, janë më të mirë në fetarinë e tyre, e që kjo do të ndikoj shumë tek ai. Për shembull, nëse unë do të shoqërohem me njerëz të cilët falin më shumë namaz se sa unë dhe lexojnë më shumë Kur'an se sa unë dhe përderisa jemi në Ramazan janë më të vëmendshëm në agjërimin e tyre dhe agjërimi i tyre ndikon shumë më shumë se sa tek unë, atëherë tek unë do të ndryshoj gjendja dhe do ta ndjej vetveten time jo stabil. E që njerëzit fatkeqësisht këtë lloj praktike e kanë kur është në pyetje pasuria dhe dynjaja. Kur është në pyetje pasuria dhe dynjaja, gjithmonë disa njerëz e shikojnë atë i cili është më lart se sa ai. Dhe nuk shoqërohet me të dobët të cilët janë më të pafuqishëm ose janë më të dobët në pasuri se sa ai. E që kjo ndikon që të smuhet zemra dhe të kërkoj gjithmonë më mirë e më mirë kur flasim për pasuri. E që në këtë aspekt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum."
shikoni atë i cili është më poshtë se ju, më i dobët se ju. Shoqërohuni me ta. Me ata të cilët janë më të dobët se ju dhe asesi wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Dhe mos u shikoni, pra mos u shoqëroni vetëm ata të cilët janë më të fortë, janë më të fuqishëm në pasuri, në shëndet ose sidoqoftë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na mëson që të shikojmë për ka çështja pasurisë dhe ka çështja dunjakut më poshtë, për shkak se fa huwa ajdalu alla tazdaru ni'matallahi aleikum, për shkak se kjo është më afër që ju të mos i mohoni dhe të mos i përbuzni mirësitë e Allahut. Ai deri i cili shikon vetëm më mirë dhe shoqërohet vetëm me njerëz të pasur, gjithmonë do ta ndjej vetveten e tij të varfër. Ndërsa ai njeri i cili e shikon dhe merret me njerëz më të ulërt, me shtresë më të ulërt, po flas nga pasuria dhe shëndeti, gjithmonë do të kujtohet më shpesh të thotë elhamdulillah, e falenderoj Allahun që nuk jam në këtë gjendje dhe që më bëri prej njerëzve të pasur. Pra zemra e tij do të jetë i pasur. Andaj pasuria nuk është vetëm në gjëra materiale. Pasuria kryesore është në zemër. Kur njeriu shoqërohet me njerëz më të dobët se ai, e ndjen vetveten e pasur, dhe kur shoqërohet me njerëz që janë më të fuqishëm, e ndjen vetveten e tij të varfër. Andaj duhet që njeriu ta stabilizojë këtë gjendje. Kur është çështja e dunjallahut, të shikoj më poshtë, për shkak se është më mirë për shëndetin e imanit të tij. Ndërsa kur është çështja e fetarisë, të shikoj më lart, për shkak se kjo e rregullon gjendjen e imanit të tij. Dhe të mos e bëjt kundërtën. Zakonisht njerëzit e bëjnë kundërtën. E shikojnë më poshtë kur është çështja e fesë, ndërsa e shikojnë më lart kur është çështja e pasurisë, e që besimtari duhet ta shikojë të kundërtën nëse dëshiron përmirësimin e tij dhe në këtë formë pra arrihet praktikisht ndryshimi. Hoxh, një nga pyetjet ndoshta nëse mund themi të shpeshta që bëhet që a është më mirë të jetojë muslimani më gjatë apo më shkurt? Po, kjo besoj që lidhet shumë me këtë tematikë që na po e trajtojmë. Kjo është shumë relative dhe normalisht se varet prej secilit njeri a është punë mirë apo sa është kontribues në punët e tij për të mirë ose sa është kontribues në punët e tij për të këqija. Nëse njeriu është punë mirë dhe vazhdimisht kontribon në shtimin e punëve të mira në librin e tij të punëve, që Allahu i Madhërisht na ka treguar shumë qartë se secili njeri do t'i jepet në ditën e gjykimit libra e tij e punëve të mira ose të këqija, e që nëse jepet femen utje kitabehu bi yamini, nëse jepet libri i tij në anën e djathtë, atëherë kjo është një shenjë që ka dominu e mira tek ai, e nëse men utje kitabehu bi shimali, nëse i jepet dikuj në anën e djathtë libri, atëherë kjo është një shenjë se ka dominu e keqja tek ai. Pra, njeriu ka libër të veprave. E nëse njeriu në këtë libër, përderisa ai jeton, më shumë i shton të mirat e tij, atëherë më mirë është që ai të jetojë gjatë. Mirë po, nëse njeriu i shton veprat e tij të këqija, atëherë normalisht se jeta e tij është më e mirë të jetë më e shkurtë, për shkak se ai gjithmonë e shton minusin e tij. Për këtë arsye, më qartë e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një dua e cila transmetohet në për transmetime të ndryshme. Pejgamberi sallallahu e ka lutur Allahun e Madhërisht në këtë formë: Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khayran li. O Zot, më bë të jetoj përderisa jeta ime është më e mirë për mua. Ndërsa Allahumma tawaffani ma kanat al-wafatu khayran li. Ndërsa o Zoti im, më bëj që të vdes kur vdekja ime është më e mirë për mua. E për ta lidhur me këtë tematikën që ne kemi, përderisa njeriu është vetë kritik, gjithmonë jeta e tij është më mirë që të jetë më gjatë. Sepse sa më të kritik të jetë ndaj vetvetes së tij, do të jetë më përmirësues dhe më punë mirë. Ndërsa njeriu në momentin që e vendos vetveten e tij në gjendjen komfort dhe mendon se ka arritur gjendjen e tij të mirë ose është i kënaqur me gjendjen që ka mri, atëherë për këtë njeri është më mirë që të shkojë tek Zoti. Për shkak se jeta e gjatë njeriu e vendos vetëm në borxhe dhe vetëm në minus, për shkak se njeriu është në borxh ndaj mirësive të Allahut Madhërisht.
Por që mirësitë e Allahut madhëshën janë të shumta, e s'ka jetë që njeriu do t'i përmbushte ato me punë të mira. E si të jetë gjendja e atij i cili e ndjen veten të kënaqur dhe ndjen veten të panevojshëm për ndryshim, përderisa ai i zgjatet jeta, i zgjaten punë të këqija, ndërsa i paksohen punë të mira. Njeriu i cili është i kënaqur me vetveten e tij, gjithmonë i paksohen punë të mira. Andaj fatkeqësisht nuk ka ndonjë gjendje stabile në Islam. Njeriu ose është në përmirësim ose është në përkeqësim. Andaj nëse njeriu e përmirëson vetveten e tij, atëherë është më mirë për të që të jetojë më gjatë, për shkak se puna e mirë, jeta e mirë me punë të mirë është mirë që të jetë sa më gjatë. Andaj edhe muslimanët gjithmonë kur luteshin ose edhe kur luten tashmë për dikën, Zoti ta shtoft jetën, ja shtojnë ala taatillah, në bindje ndaj Allahut, në punë të mira. Zoti ta shtoft jetën në punë të mira. Për shkak se nuk mjafton vetëm kjo dua, Zoti ta shtoft jetën. Andaj kur lutemi për dikën që Zoti ja shtoft jetën ose Zoti e bëft me jetu gjatë, gjithmonë është mirë me shtu këtë shtojës. Zoti ja shtoft jetën në punë të mira. Për shkak se nëse i shtohet jeta dhe nuk bën mirë, atëherë kundërta të mirës është e keqja. Njeriu gjithmonë është zborzli dhe kërkohet që të jetë punëtor. Dhe Allahu i Madhëshëm i thot besimtare, qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Punoni për shkak se Allahu e sheh punën tuaj dhe i dërguari i tij, po dhe besimtarët. Pra është kërkesë për punë, jo për neglizhim, jo për gjendje komfort. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Punoni për shkak se Allahu i Madhëshëm e sheh punën tuaj, edhe i dërguari i tij dhe po ashtu edhe besimtarët. Allahu i Madhëshëm ju drejtohet besimtarëve edhe në forma tjera. Ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, kthehuni tek Allahu, se pendohuni tek Allahu me një kthim të sinqert, me një pendim të sinqert. Allahu ju drejtohet, nuk ju drejtohet atyre të cilët janë jo musliman. Është shumë interesant ky ajet. Allahu thotë, o ju që keni besuar, pendohuni. Dikush mundet me thonë, po unë jam besimtar, pse mu pendu? Është marrë pendimi si një cilësi të cilën duhet ta ketë një jo besimtar për mu kthy tek Allahu. Ndërsa Allahu po ju rikthehet besimtarëve dhe po ju thotë, o ju besimtar, kthehuni tek Allahu. O ju që keni besuar, mos e ndjeni vetveten të sigurt. Kthehuni tek Allahu për shkak se keni nevojë për një pendim prej asaj gjendje që jeni kanë. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Kthehuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Nëse dëshironi që Allahu më ju fal dhe më shly ato gabimet që i keni bë. Allah më një herë po na rikujton gabimet, të këqijat që i kemi bë. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dhe ju fut juve në xhenete në të cilat rrjedhin lumen. Pra Zoti kërkon prej besimtarëve që të kthehen, jo vetëm prej ju besimtarëve. Mi po kërkon edhe prej besimtarëve që vazhdimisht të jenë në ndryshim. Pastaj është një ajet interesant që na ndihmon këtë tematikë. Ja ayyuhalladhina amanu aminu. Allahu ju thot, o ju që keni besuar, besoni. Pra sikurse i shkund besimtarët, për shkak se na harrojmë nganjëherë të besojmë. Është interesant besimtari, përderisa flitet për besimin dhe për besimin në nivelin të lartë, pra për ngritjen e besimit, mendon që është duke u folur për ata cilët nuk besojnë. Kur thot Zoti i Madhërisëm, o ju besimtar, bëni kështu ose kthehuni tek Allahu, ai mendon se është duke folur Zoti për dika tjetër, jo për ta. Kategori tjetër. E që Zoti dëshiron prej secilit prej neve, kur ai flet, me mendu se po i flet atij. Në këtë rast të shfrytëzoj rastin që t'i këshilloj besimtarët që kur lexojnë ajetet kuranore, t'i lexojnë se Zoti i Madhërisëm, sikurse Zoti i Madhërisëm i flet atyre dhe i kritikon ata dhe i thret ata. E jo ato i cili është afër tij ose një grup i cili ka devijuar ose ata cilët janë jashtë Islamit ose kështu me radhë. Nga se ky gabim bëhet shumë shpesh prej besimtarëve. Kur thot Zoti, o ju që keni besuar, pendoni tek Allah me një pendim të sinqert, sikurse e merr besimtari këtë ajet dhe ja jep shokut dhe thot, pendohu se ke nevojë për pendim. Ku mbetet ti ose ku mbet vetë kritika jote?
ku mbetet nevoja jote për të penduar, dhe ku mbet raporti yt me Zotin. Zoti nuk po të fol ty, ose Zoti kur thot o ti i cili ke besuar, beso, pra shtoje besimin, ktheju besimit tënd. A nuk ke nevojë për këtë këshill? Pra raporti jon me Kur'anin duhet të jetë i drejtë për drejtë. Zoti nuk na ka bërë ndërmjetës, nuk është cilësia jon kryesore në raport me Zotin ton që të jemi ndërmjetësues tek njerëzit. Cilësia jon kryesore është të adhurojmë Allahun përmes këtij Kur'ani. Andaj përderisa lexojmë Kur'an dhe ndëgjojmë këshillat e Allahut të Madhërisëm, kur ai na këshillon që të kthehemi atij, të mos e konsiderojmë këtë këshill që ta gjujmë tek dikush tjetër. Të marrim sipër në vetveten tonë, e kjo na ndihmon që gjithmonë ta kritikojmë vetveten tonë e që të përmirësojmë gjendjen tonë e të largohemi nga kjo ndjenjë e rrezikshme që quhet ndjenja komfort ose ndjenja vetkënaqësisë e që njeriu e dërgon drejtë në humner. Siç thamë më herët, cilësia më e keqe për njeriu është mendjemallësia, e që mendjemallësia pra është si rezultat i kësaj vetkënaqësisë, e që mendjemallësia është cilësia e atij që Zoti i Madhërisëm e ka mallkuar dhe nuk është cilësi e atij i cili Zoti ka mëshiruar, pra Ademi alayhis salam, dhe i cili tha o Zot, falem, edhe pse ishte pejgamber, Zoti i Madhërisëm e ka bërë njeri të zgjedhur, mirë po bërë një gabim, me njëherë u kthy tek Zoti i Madhërisëm dhe tha o Zot, unë i kam bërë zullëm vetvetes time dhe më fal. Andaj kush është ai njeri i cili nuk bën gabime sot? Kush është ai njeri i cili nuk ka nevojë të kërkoj falje tek Zoti sot? Secili kemi nevojë për këtë qasje me Zotin. Secili kemi nevojë që t'i kthehemi vetvetes tonë dhe t'i shohim gabimet tona dhe ndjenjen tonë ose pozitën tonë që kemi nevojë shumë për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar. Hoxhë, padyshim që tema është edhe më gjatë se sa bisedum, por kaq kishim kohë dhe hapësirë për sot, duke shpresuar që do të takohemi edhe herave të tjera. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij emisioni. Shumë faleminderit edhe për ty, edhe për gjithë stafin. Ju falenderoj për këtë punë që po e bënin këtë muaj të bekuar. Elus Allahun që gjithëve t'u pranoj mundin, angazhimin, agjërimin juve dhe gjithë besimtarëve të cilët ju përcjellin. Dhe elus Allahun që çdo punë të mirë që bëni t'ju shpërblej shumë fish. Amin. Dhe të gjithë ata të cilët ju përcjellin t'ju shpërblej edhe ata për vëmendjen e tyre dhe shumë faleminderit për mundësinë. Allah shpërbleft, të nderuar shikues, kaq për sot, takohemi në emisionin tjetër. Ju vazhdoni edhe me tutje të qëndroni me programet e RTI-s. Asalamu alaikum.